Gjimnasi Jo Publik Perla ka zhvilluar ceremoninë e maturës. Kthyer tashmë në një traditë të bukur, ceremonia e diplomimit të maturantëve ishte një festë e vërtet. Ata certifikojnë 3 vite të suksesshme dhe arritje të mëdha në këtë shkollë. Ceremonia bëri bashkë nxënës, prindër të tyre dhe mësues, si dhe drejtues të shkollës Jo Publike Perla. Ky është një vit i veçantë, pasi shkolla Perla e hapur në vitin 2000, mbush çerek shekulli jetë, 25 vite, duke u kthyer një nga institucionet më të rëndësishme të arsimit në Vlorë. Një natë e paharrueshme ishte për gjithë maturantët, ndërsa në këto 25 vite, shkolla Perla ka nxjerrë 23 breza maturantësh, të cilët më pas vijuan studimet e larta në institucionet më prestigjioze, vendase dhe të huaja. Më të emocionuar kanë qenë pikërisht ata, maturantët që në këtë ditë u diplomuan, ndërsa nuk kanë munguar vlerësimet për shkollën Perla, stafin pedagogjik dhe drejtuesit e kësaj shkolle. Përvoja që do të mbeten në zemrat tuaja, ju maturantët e vitit 2024-2025 të shkollës Perla i thoni me krenari lan turmi gjimnazi dhe përqafoni të ardhmen. Në 25 vite në shkollën Perla janë diplomuar 23 breza maturantësh, prej një stafi mësuesish të kualifikuar. Ata kanë ndjekur universitetet më në zë në Shqipëri dhe jashtë saj. Sot shkëlqejnë këto dhe zhvillojnë karrierën e tyre profesionale në çdo fushë. Ju maturantë jeni pjesë e një historie suksesi. Ju jeni vazhdimi i një emri që sot tingëllon me krenari. Mësuesit e kësaj shkolle nuk kanë qenë vetëm udhëzues, por frymëzim. Prindit tuaj nuk kanë qenë vetëm mbështetje, por forca juaj. Gjithmonë ja kemi dalë duke diskutuar me njëri tjetrin dhe shpresoj që kjo shoqëri mos të përçahet kurrë. Më pas do të falenderoj mësuesit tanë, që jo vetëm na dhanë dije, por dhe na udhëhoqën me zemër, me durim dhe me shumë përkushtim. Faljush, ne nuk jemi vetëm nxënës të mirë, por edhe njerëz të mirë. Në veçanti, në emër të klasës dua të përshëndes profesore Mozën, e cila ka qenë kujdestarja jon për gjatë këtyre viteve. Me përkushtimin dhe dashurinë e saj të pakrahasueshme, arriti të na tregojë se kush jemi ne në të vërtetë dhe të na sjell deri këtu ku jemi sot. Faleminderit profesore. Dhe faleminderit ty Perla, që për kaq kohë ke qenë shtëpia jonë e dytë. Emri yt nuk do të harrohet kurrë në kujtimet tona. Tani rrugët tona ndahen, për kujtimet dhe lidhjet që kemi ndërtuar do të na shoqërojnë gjithmonë. Faleminderit prindërve për mbështetjen pa kushte. Faleminderit mësuesve për durimin dhe besimin. Një falënderim të veçantë e bëj në emër të klasës për profesore Mozën, kujdestaren tonë, e cila na ka ndihmuar e udhëhequr këto 3 vite, e cila na ka mbushur me emocione dhe lumturi. Jemi me fat që ne kishim një kujdestare si ti, që të mund të mbështeteshim në momentet tona të vështira. Të falenderojmë nga zemra. Faleminderit njëri tjetrit për çdo kujtim që do të mbajmë mend për jetë. Mësueset kujdestare janë shprehur tepër të emocionuara, ndërsa falenderuan prindrit që investuan për fëmijët e tyre në këtë shkollë, por mirënjohje shprehen edhe për presidentin e shkollës Perla, Petrit Golemaj. Përshëndes nga zemra gjithë maturantët e kësaj shkolle. Ju përshëndes gjithë ju prindërve që keni investuar pa mas për fëmijët tuaj. Përshëndes dhe jam shumë mirënjohur se presidenti i kësaj shkolle, zoti Petrit Golemaj, që ka investuar në këtë shkollë për ne, për stafin pedagogjik dhe për ju nxënës. Të dashur maturantë, nuk e kam të lehtë të flas sot. Shumë mendime më vërshojnë, shumë ndjesi më kushtojnë. Sot më shumë se një ditë diplomimi është një ditë lamtumire dhe zemra ime njësoj si një nëne që përcjell fëmijët e saj në rrugë, ndjen krenari dhe mall njëkohësisht. Ju kam njohur në një moshë ku ende kërkonit veten. Ju kam parë të rriteni jo vetëm në moshë, por edhe në mendim, në zemër, në shpirt. Ju kam parë të ndihmoni njëri tjetrin, të përballoni sfida, të qeshni me shpirt dhe ndonjëherë të lotoni në heshtje. E ndiva çdo emocion tuaj sikur të ishte imi. Në këtë rrugtim më mësuat edhe mua shumë. Më mësuat si është të duash pa kushte. Falenderoj shkollën Perla, jo më tepër për arsimimin që ka dhënë, por më tepër sepse gjithë stafi pedagogjik me në krye drejtuesit e shkollës Perla kanë qëndruar njësoj sikur ne të ishim vetë gjithkohës me ta. Falenderoj shumë dhe një person shumë të veçantë që është kujdesur është sekretarja. Aktiviteti ishte një festë e vërtet, i cili ka patur edhe element artistik. Momenti diplomimit ishte shumë emocionues për maturantët.
Një tjetër emocion ishte edhe hedhja e kapeleve, që jep fund rrugëtimit 3 vjeçar në këtë shkollë dhe hap tashmë një dritare të re për maturantët. 2, 3! Ceremonia e diplomimit të maturantëve të gjimnazit Perla është shoqëruar me element festiv dhe me mesazhe nga mëvlerësuesit, nga maturantët për mësuesit, të cilët udhërojnë respekt e dashuri, si dhe një mirënjohje thellë për prindërit e tyre për mbështetje në këtë rrugëtim të dijes.